Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krashnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do të flasim për mundësinë që telefonat tanë të përgjohen dhe mundësinë që mesazhet tona telefonike të vijen në dispozicion të personave të tretë. Vitin e kaluar vendi u trondit nga afera Pronto, ku kryeministri i vendit dëgjoi duke biseduar me kolegët e partisë së tij. Atëko, ky skandal u cilësua si rrjedhje e informacioneve nga organet që kryenin përgjimet. Se kush i zbuloi këto përgjime, ende mbetet mister. Po ka raste të tjera kur transkriptet e bisedave telefonike janë zbuluar dhe po keshpërdoren. Sonte do të flasim se si një burr nga Gjakova ka arritur t'i ketë mesazhe të cilat ai thot se ish gruaja e tij i ka dërguar fshiu të saj. Për shkak se në mesazhe flitet për çështje private dhe tradhti bashkëshortore, ne kemi vendosur që të dy bashkëshortët t'i emërojmë me emra të tjerë. Burrin e kemi emëruar me emrin Agron, ndërsa gruan me emrin Teuta. I tërë hulumtimi ynë për këtë rast ka nisur kur Teuta u ankua tek ne se ish bashkëshorti po e pengante për ta takuar djalin. E kur e takuan burrin, ai na tha se gruaja e kishte tradhtuar dhe për këtë kishte dëshmi transkriptet e mesazhave të cilat ishin nxjerrë nga operatori telefonik. Sipas ligjit, askush përpos organeve të ndjekjes nuk ka të drejtë të ketë qasje në mesazhe të tilla. Mirë po siç rezulton nga hulumtimi ynë, bashkëshorti i Teutës i ka këto biseda. Ne jemi munduar të sillim fakte se si bashkëshorti arriti të siguroj bisedat e ish gruas. E tëra kishte nisur pas një dyshimi që bashkëshorti e kishte se gruaja po e tradhtante. Apo në kam thënë që ka ndodhë? Une me 31 shtatit e kom shogrunë për çështje morale. Një punë të punue, ka ora 12:15 e kom thirrë në telefon, se ka qu telefonin, kom thirrë 2 herë, kom thirrë 3 herë, i e marrë të shtëpia. Unë ka punë në Skirvjet. Ku i e marrë të shtëpia, u ka djalin në qëmë, në Çalan, ratë. A u konata ditë dëmbëjt? Ditë. Edhe e kom provua për në telefon, edhe shkon shkue të kujshi poshtë atje, shkon dashurun ta, më 10 vjetë, ma që mua telefonin, tash ma telefonin, erë ta kom pas fijok, cilë ma telefonin ta ka kodin s'di me qelë. Që s'di me qelë ta, shmej me qelë ta, nuk im ka di ta ma ka ndru kodin, e mua telefonin shkova qelë. Jem shku në përzën e kom qelë telefonin. Ku kom qelë telefonin, kom po mesazhat. Zemë, shpirt, derën e ki qelë, dhe në rëgjallin në gjëmë adet të unë e këtë për derën e ki qelë. Ekzistimin e këtyre mesazheve e kishte mohuar bashkëshortja. Agroni thot se mesazhet u fshin nga telefoni i gruas nga familjarët e saj. Ky veprim nisi edhe gjuetin e shtrigave. Në mungesë të provave se ish gruaja kishte shkëmbyer mesazhe dashurie me fqiun, Agroni shfrytëzoi mundësinë që duke shfrytzuar lidhjet e tij të merrte transkriptet e mesazheve, të cilat ruhen nga ana e operatorit telefonik. Qasje në këto të dhëna kanë vetëm organet hetimore, e jo qytetarët. Kish pasir babën e vetë dhe oaqën dhe vllanë. Erdhën të shtëpia, të une. Ku erdhën të une në shtëpi, thanë tash vish, unë e kom dëshmi, tash, quko telefoni, ka për lezo, ja e partine se përnë në komune. Tha nuk e kom syzat, po se unë si lave vetë, ta lezërke. E morë telefonin, ku morë telefonin, e lezëja dulë për jashtë, sa po të që ne i shlyb mesazhat. Ku i shlyb mesazhat, mërë ta s'ka kur gjë. Kom ta s'ka kur gjë, atë ku morë telefonin, i kom gjithë mira kryje, vllatë saj. Më dhe në jashtë me që shërbektoj. Mërë në këtë, edhe mo, jo ne e qëshë e kom qitë atë ditë, atë në grunë, e kanë morë me veti, i në shku. Bashkëshortja e Agronit Teuta asnjëherë nuk e pranoi ekzistimin e tradhtisë. Madje, ajo pretendon se mesazhet janë të falsifikuara. E do mesazha që janë çka shpuna aty? Nuk e dion ato.
Unë s'di për ato sena. Atë kanë kallëzu. Asë që mirë në më ato. Qa o puna, kallëzon? Po më për të thamë, asë që mirë në më ato sena. Unë jam vetëm për më durzu fëmin, sa i përket gjykatës. Ajo ka përfundu gjithë shka që 3 vjetë mo. Thot që shkaku i ndamjes janë ato me... Një mundet me thonë që shka dojnë. Ashtë si... Po qka ka, a i ke pati ato mesazhe? Ja, si këm po, asë që du mi po, asë që mi interesën mi po. Mohimi nga ana e gruas se këto mesazhe ekzistonin, qaj edhe në shkeljen e ligjit. Prokuroria Gjakovës, për llogari të hetimit të një kërcënimi të mundshëm, kishte kërkuar nga operatori telefonik që të nxirreshin tabulatet e mesazheve të gruas. Pak kohë më vonë, operatori telefonik i dorëzoi prokurorisë historinë dhe tabulatet e mesazheve, të cilat ishin dërguar nga numri i Teutës. Sipas ligjit, prokuroria mund të jap palëve vetëm mesazhet të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e veprës penale, e asesi bisedat private. Fakti se mesazhet ishin printuar dhe ishin nxjerrë me urdhër të prokurorit, e nxiti kërkesën e bashkëshortit që t'i siguroj ato. Fillimisht, mesazhet u kërkuan nga kryeprokuroria e Gjakovës, Shpresa Bakia. Kjo e fundit refuzoi t'i dorëzoj tek palët këto mesazhe. Dosja në fjalë ishte konfidenciale dhe nuk duhej t'i jipej askujt. Sipas ligjit, dosja duhet të ruhej në sirtarët e prokurorisë dhe askush të mos kishte qasje në të. Mirë po shikues të nderuar, ditën kur ne intervistuam Agronin, ai kishte në tavolinën e tij këto mesazhe. Ato duhem në pej me morë, një avokat tjetër, edhe ai që shi ka nxerë nuk e di që ka thonë kretë, për ka thonë një pjesë, qëto pjesë që ka thonë, jenë shumë aty. Qëtë pjesë ka thonë mesazha, edhe ja ku bo një ankesë kundër saj të prokurori shtetit të Ismet Kabashi. Kujt? Shpresa Bakis, punë e mesazha, tha me sogot ta se i këshyri t'i nxerën mesazhat, tash nuk me du me boj, se s'milëshën mesazhat. Jo çështja është çështje problematike, nuk gëzëmi të pas në mesazha, mundet me ndodhë në esanë, s'mi ka thonë, kur i ku vrip edhe vetë, 2-3 herë. Edhe qatë ka thonë kryeprokurori kur ja ke bo ankesën që s'po t'i jep mesazha? S'muna me t'i thonë. Atë kanë kthy përgjigje për Ismet Kabashit atje? Përgjigje i kom bëmë, kanë kthy përgjigje, po ka thonë dinë lënda në gjykatë, ku del gjykatë atë mundu me qitë mesazhe. E ka keron trak tani me avokatin tjetër të PS? Ku i kom dash me bëmë kundër kryeprokurorës, me bëmë ankesë të kryeprokurori shtetit Ismet Kabashi, ka folë me ta e kanë shumë mesazhet. Ta shfali dhe shfar raporte ko nuk e di, qatë mundësi, ardhë për e ka morë mesazhet, i ka morë një pjesë aty këto, qënë këtë me datë, Po. I ka morë pjesë. Edhe dashti me pagu për këtë punë? Po, Sa pare ka lip? 250 euro. 250 euro. Po, Edhe ti ka dhënë mesazhat? po, qëto, një pjesë. Më di që ka aty, ka... Edhe qysh, po thu, a i ki mesazhat që tashtë? Po, që ku jenë mesazhet. Jenë qëta, po jenë një pjesë shumë e modhe, po mi ka thonë një pjesë të tyne, qëto jenë. Qëto jenë ka një pjesë të tyne, po është tuba bukra modhet. Shikues të nderuar, mesazhe telefonike private në të cilat ka muhabete të dashurisë janë në dorë të qytetarëve. Mënyra se si janë nxjerrë këto mesazhe është e kundërlidhshme. Këto mesazhe tash janë dërguar edhe tek persona të tjerë, përfshirë edhe familjarët e ish gruas. Ku i ke qu këta mesazha kur i ke marrë? Ta mesazhe e kom qu vllatë vetë në Zvicër dhe ojës vetë në Zvicër. Ka dhe tërë i kom pagu e kom qu komplet. Me i po ojë e vetë, se s'besoj këtë vllavi vetë. Atër, masa ndaj e kom morë qëtë se orë më ka qu vjollin. E kom po mesazhat komplet, i kom thonë qaja që e ki dëshmin, arsynë pse e kom shu. I ka thonë mërë një shtini të rshita. Burri na tha se dosjen ku janë të printuara mesazhet e ka dërguar tek familjarët e ish gruas. Qëllimi ka qenë që t'u dëshmohet atyre se vajza e tyre ka flirtuar me persona të tjerë. Pretendimet e Agronit mohohen nga Teuta. Ajo madje thot se mesazhet janë të falsifikuara dhe janë bërë me qëllim që ish burri të arsitohet për ndarjen e tyre. A i ka familja jote këto mesazha, është fol në herë për këto mesazha, a ke niti?
S'kan shka familja eme, shka ka familja eme në atë punë, kur gjo heq. Pa keni një ju si familje për ato mesazha që një ka? Po ti ka një sa dojnë, nësë në intereson e punë. Nuk mirëm në me tash mas si thashëm thane ta skërkujne. A keni një për to? Mundet gjithë shka më thonë, gjithë shka më manipulu. Qysh me manipulu? Po gjithë shka mundesh më thonë. Unë pra ato asë që mirë në matë procedurë, unë po të thamë, konkretisht unë jem vetëm pse gjykata se ka dhonë vendim e nuk e zbaton. Kur t'jepet një vendim i prejnë, qure sa vendimet janë, krejt. Shka po pret, cila gjykata, a në hagë më shkua? Mirë, të këthemi pak të mesazha që ty. Po thot që familja jote ka një uri për këto mesazha, edhe çka shkruat në to. E shka për të më thoma atë punë, për shemëll? Shka? Pa ke shkrutin me najkon? Jo, as kur se pranoj. Kur? As që du më morë me këto sene. A i ke pa ty vetë ato mesazhe? As si kum po, as që du mi po. As më interesojnë mi po. Shikues të nderuar, Agroni ka në dorë tabulatet të cilat dyshohet se janë të mesazheve të ish gruas së tij. Ai thot se tabulatet i ka marrë avokati i tij në prokurorinë e Gjakovës. Sipas ligjit, mesazhet të kësaj natyre nuk guxojnë t'u ipen paleve. Madje zbulimi i tyre është vepër penale. Ne shkuam në prokurorinë e Gjakovës për të kuptuar se si ka ndodhur që këto mesazhe të jenë nxjerrë nga dosjet sekrete të prokurorisë. Kryeprokurorja Shpresa Bakia thot se ajo kishte refuzuar t'u jap mesazhet paleve. Prokurore, a ka kërku dikush mesazhat me i pas, personalisht? Po, ka kërku. Po, edhe? Edhe une nuk ja kam dhënë, për arsye se kam konsideru se ajo nuk është person i autorizuar të cilit mund t'ja jap ato mesazhe të nxjerrura me masa të mshefta t'ja jap në dorë. I kom thonë, nëse keni far kontesti në gjykat edhe gjykatës i intereson mi ditë shka ka ndodhë, përmes këtyre mesazheve me vërtetu ndonjë rrethan, gjykata e lyp sipas detyrës zyrtare, edhe unë ja dorëzoj. Kjo dhe ka ndodhë. Avokatit të tija ja ke thënë mesazhat? Jo, me një parashtresë është paraqitur edhe Agja i vet, i cili është avokat, përmes emailit tem, unë nuk i kom dhënë kërkujnë kur gjo, ati qakas nuk i kom kthy përgjigje, se kom konsideru se nuk ka autorizim të une për përfaqësim, pavarësisht se une ata e njoh, edhe e di që ushtron profesionin e avokatit. Jo, po edhe si kur ta kish parashtru, unë mund t'ja jap vetëm gjykatës. Po, avokati i ti, a i ka kërku? Nuk më kujtohet që më ka parashtru. Na i kena do mesazha edhe nuk e dim se a janë qitat mesazhat, dhe thot nuk e dim që shkanë ranë dorë tënve. Dorë tëne. Që shkanë mujtë prokurore me ranë dorë të mesazha? Nuk po moj me dhonë spjegime, për arsye se unë që ku i kam mesazhe, që i kam krejt, edhe i kam në original, nuk jam në gjendje me të skjaru. A i keni vetëm ju? Unë, këto jenë në landë, nuk kam unë vetëm në. Unë i kom pasë dhe një momentin, kur është përfundu landa, edhe me është përfundu edhe është shku atje. Po, qysh është e mundshme me ra pra në dorë? Nuk po më kujtohet edhe që ka artë une, për që e kom donë. Nuk është kam ka... Një ka pohu që ka rrit me i nxjerrë nga ju këto mesazhe. Unë qëtu nuk jom ka shoh shkresat landës. Që ata po më çudit edhe mu, që shka mujtë me ndodhë, e që kjo landë komplet, unë për momentin e mora prej gjykatës Themelore në Gjakov, ku këta paskën një kontest, edhe gjyqtarja ka kërku komplet landës sipas detyrës zyrtare, edhe e kom dërgu. Edhe për momentin veç ja mora, veç sa për mi përkujtu unë edhe njëherë ku i kom... Qysh është e mundshme kryeprokurore me dalë diçka që është shumë konfidenciale? Nuk e kom të qartë. A është shkelje e ligjit? Nuk e kom të qartë. A është shkelje e ligjit? Po nëse e marim se e ndalë pimeje po unë nuk përshoh që ka këtu shkresat landës, të cilat vërtetojnë që kjo dalë, që krejt i kom tjerat, që ku i kom bili, i kom kap me kësi për mës mu shkoq,
edhe ato shka e kom njoftu prokurorin e shtetit, edhe pra shtresën, edhe që kom njoftu që ka ndodhë, krejti kom të kapne me këtu, që kënë kom njoftu prokuroria shtetit, krejti kom të kapne, nuk kom shkres që nuk kom kërkes të këti. E që shkandal? Jo që ko ka një autorizim. Ko ka një autorizim. Qka shkruan në autorizim? Në autorizim që të shë. Ka autorizim që të kryet gjitha veprimet juridike si përfasus i autorizuar gjerë në përfundimin e procedurës penale. Që ta shpo e sho. Që po i bjanë se kjo ka të drejt me i marrë mesazhat. Ky është ardhë si palë edhe ka kërku shkresat e landës, qasjen shkresat landës edhe si duket në qatë bazë ka arriti siguraj. Nga kush? Nga siguraj jo, nuk ma mërmenja se ka që dikush tjetër. Që ka mujtë dikush tjetër mi pasë në dorë. Pa është shkelje ligjit kjo, kërë prokurore? Diçka që është konfidenciale? Mos e ka keq përdor ata. Që aty është problemi se e ka keq përdor, se une nuk ja kom dhonë edhe për që ata krejt që to janë, që to balafaqime me to janë për shkak se se kom dhonë të ndorë. Po kush ka mujtë me avon atëre? A ka dalë prej zyrës ju? Nuk po moj me uskjarun këtë rëthanë në asë një mënyrë se nuk e kom në kujtes që unë personalisht ja kom dhonë. Pra e di se edhe shërbimi e kanë të kjartë që pa lejen time zgudzon një adhonë kërkujne. Po unë e pëton vish nëse ka shfrytzu ato se si avokat kom qasjen shkresat e landës, e ka marrë një pjesë edhe me që ta e ka Qysha keni ju punëtor që pa drejtën e juve, pa dijen e juve nuk japin? Nuk besoj që ja kanë dhonë, atë njërë pëtëm, unë nuk e di, pa bisedu, nuk e kom të kjartë qysh ka mujtë ma ajë, mas pare mi marë, e dyta qysh ja ka dhonë pales, edhe nëse i ka kompletua i shkresat e landës, qysh ja ka dhonë pales. A shkelje e ligjit kërë prokurore nëse këto dalin prej zyrës të juve që janë diçka konfidenciale? A shkelje e ligjit? Avokati ka drejt me pas qasjen shkresat landës. Po, a i sodesht, se a i ka ditë rëndësine këtyne veprimeve, sodesht mi a dhonë pales në dorë. Nosta pales mi a spjegu shka ka ndodhë dhe shka s'ka ndodhë, po edhe nëse ka pas një letër që ka pas një vlerë matë madhe, nuk o desht mi a dhonë në dorë. Kërë prokurore, këto mesazhe kanë shku dhe të familjarët e ishbashkëshortës? Po, jo, me siguri, tuk që i ka marrë, i kanë shku edhe të familjarë. Nuk. Edhe? Qka duhet me botash? Duke ti, une do të bisedoj mas pari me avokatin për mënyrën e sigurimit edhe për të i kalimin e asaj sigurimit shkresave të landës. Se nëse i ka siguru shkresat e landës, nuk bën pales gjdo shkres me jadon. Sidomos këto shkresa nëse ka arrit me marë. Kush do të me dhonë përgjithësi, kërë prokurore? Shojmë njëherë shka ka ndodhë, mas andaj përgjithësim. Shikues të nderuar, mesazhe private të telefonit të përdorur nga një femër janë në dorë të ish-bashkëshortit të saj. Sipas ligjit, organet e ndjekjes nuk guxojnë të japin tek palët transkriptet e përgjimeve, nëse ato kanë të bëjnë me çështje private, e të cilat nuk lidhen me hetimin. Mesazhet janë nxjerrë me urdhër të prokurorisë së Gjakovës dhe kanë qenë duke u ruajtur aty. Kryeprokurorja Bakia na tha se nuk din nga janë zbuluar mesazhet dhe se pala nuk është dashur të ketë në posedim kurse se këto mesazhe. Nga ana tjetër, Agroni na tha se këto mesazhe i ka siguruar njëri nga avokatët e tij, emrin e të cilit nuk do e përmendim për shkak të mundësisë që nëpërmjet tij të njihen edhe personat e tjerë. Megjithatë, ne kemi kontaktuar me avokatin, i cili nuk ka dashur të flasë para kamerave tona për këtë çështje. Nga ana tjetër, kryeprokurorja Shpresa Bakia na premtoi se do të nisë hetime për të zbardhur atë se çfarë ka ndodhur. Kryeprokurore, a e din çka shkruhet në këto mesazhe? Paka shumë. A është private? Po. A duhet me dalë kjo të ish-bashkëshorti diku? Jo, unë e pëtëm, a i mumi ka kërku unë se këmë dhënë. Edhe krejt që kjo
që kjo është për që ata pëse se këmë dhonë une. Atëre qysh u sigurun këto, qysh u nëzirën bidosjes ju? Nuk e kom të kjartë, pa bisedu me ta, qysh e ka shudzu këtë moment edhe qysh i ka në randë dorë. Kush do të më kam përgjec? Bisedojmë edhe këte, kur ta vërtetoj mënyrën qysh e ndalë këto. Kur? Edhe sa do të me prit me vërtetu? Edhe sa është ajo, që tash jeni ka bisedoni me mu. Këtu ka ndalë që shumë ko, kryeprokurore? Nuk e di, une që tash po marrë ndjeni, që to shkajni ka thoni jo. Që tash e morë ndjeni. Edhe ju tash po thoni që nuk e dim që shka ndalë? Që shka ndalë për avokatit, se avokati ka drejt me ka qasjen shkresat landës. Une nuk mëj avokatit me analë shkresat e landës. Edhe nëse janë konfidenciale? Nëse, avokati duhet mi matë atë sekretin e vetë. Nuk duhet gjdo rëthan. Nuk duhet edhe prokuroria me matë? Edhe aji nëse i ka marrë, nuk është deshtë mi qumë atutje. Nuk është deshtë me qumë atutje. A i ka mujtë mi majtë në shkresa atë landës vetë, me vepru me atë autorizim që i ka pasë për qashtje. Për gjykat këto kanë vite, jo për mi u dhonë palve mi shkep në për rrugë. Për kësaj zyre, ju po hutë se për kësaj zyre janë zerë? Qërëm, une landën e kom pas, une në kom mahaj në asë një moment. Landa është e imja, une me në shkrim temin e kom përfundu. Po. Edhe në momentin që e përfundon, sa tonë qëfar datë e ka përfundu edhe mënyrën si ka përfundu, edhe kjo shkon poshtë, shkon në shkrimtore. Po që edhe shkrimtoria nuk gudzon gjdo herë mi qelë këta edhe mi dhonë një shkresë ose një asi, pa më pytë mu. Edhe ata e di. Po që kjo për më befason, se unë në këtë rast me befasune, që shë ndalë këto. Intervista me kryeprokurorën Bakia u zhvillua në qeshor. Ne i lam kohë kryeprokurorës për të verifikuar se nga janë zbuluar mesazhet. Ne u kthyem sërish në prokurorinë e Gjakovës në shtator për të kuptuar nëse unë e zënhetime. Dhe nëse për këta 2 muaj, prokuroria ka zbuluar ndonjë fakt që do të tregonte se nga kishin ardhur mesazhet. Kryeprokuroria Bakia sërish nuk na dha përgjigje se kush ka mundur t'i zbuloj mesazhet. Kryeprokurori në intervistën e kaluar keni premtuar që keni me kuptu ka ndalë mesazhet. Çka ka ndodhur? I kom shqyrtu se mas pari e kom një keqardhje të madhe për çka ka ndodhur, por që për institucionit tonë s'ka shansa me pas ndodhë. Për arsye se landë të cilat kanë masa, çfarë do natyre të qofshin, i maj vetë. Edhe i maj vetë deri sa të përfundohen, dhe më thonë nuk ka qasni asnjë person në prokurori përveç meje. Në momentin që përfundohet, i msheli edhe i dorëzoj. E di edhe një gjatë tjetër, edhe i kom pyet vich sa me thonë i kom pyet, se gjithë punëtorët asnjë shkresë të prokurorisë nuk guxojnë mi fotokopju edhe mi adhon ndonjë personi. Pavarësisht a është avokat, apo person privat, apo person tjetër, që edhe ai person duhet mi pas një kërkesë të formës shkrume, se shka o ka lyp. Në basë që asaj kërkesë vjen kërkesat e une ja aprovoj shka mi dhonë dhe shka mës mi dhonë, tek atëherë punëtori i shkrimtores ka të drejtë mi fotokopju atë dokument edhe mi adhon personit që e kërkon. Kështu që nuk ka shans me dalë prej kësaj prokurie. Po ka ndalë shkresat se une jam që 14 vjetë në prokuri. Dhe me thonë, e di shka është sekretën këtë prokuri, edhe i kom majtë përgjithsisht muj me thonë landë që kanë qenë ma të një peshit edhe të një natyre ma të ronë, edhe nuk kanë ndodhë asë njëherë. Këtë herë e pasha ditë, mi prezentun, ishtë një kolege ju, mi prezentoj provat i pash se janë identike, por që unë jam plotësisht e sigurt se ato nuk kanë dalë prej institucionit tonë. Ka kanë mujtë me dalë? Mënyrën si ka siguru avokati, nëse i ka siguru avokati, ajo është e tije, jo e jemja. Se ajo nuk o desht me lyp pëlqimin tem për mi siguru, por ajo është puna e ti, mënyrën që shi siguran. Pa, keni bisedu me avokatin, ka mujtë mi marrë? Një gjë i kom thonë, thash do të një avokat, që ato ishin dalë,
edhe po pretendohet se ato e ndalë pi prokurisë. Tha, vetëm një gjë mund ta them se prej kah i kom marrë une, ajo është çështja jemja. Edhe me çaj që shtu bëj. Kur keni bisedu me avokatin kështu? Mas intervistës juj, se une përpara as nuk e kom ditë se shka ka ndodhë, po mas intervistës jemi taku e i kom thonë, ka thonë, ajo është problemi jemi, mënyrën cilën i kom siguru. A e ka pranuar para jush që e ka siguru? Më tha, të gjitha dokumentet që i siguron avokati nuk jep burimin as aty në dokumenteve që janë gjetë, që pëthuhet se janë gjetë të klienti. Shikues të nderuar, mbetet të shihet se kush i zbuloi mesazhet. T'ju rikujtojmë edhe një herë se ne tentuam të bisedonin me avokatin e Agronit. Mirë po ai nuk pranoi të përgjigjet në thënjet e klientit e tij, se transkriptet e mesazheve i ka zbuluar ai. Kryeprokurorja Shpresa Bakia na tha se nuk është e mundur që mesazhet janë zbuluar nga prokuroria e saj. Për ta saktuar këtë situatë, ne kemi kontaktuar me Menduh Abazin, zëdhënës i PTK-s. Sipas Abazit, është e pamundur që mesazhet të kenë dalë nga operatori. Tash i mbetet prokurorisë që të kërkoj nga palës sqarime se nga kanë dalë mesazhet. E po ashtu të kërkoj përgjegjësi penale, nga ata të cilët zbuluan sekretin e komunikimit. Prokurora, duhet tash më pyet avokati zyrtaresh për prokurorisë ka i ka marrë këto mesazhe. Nëse është e vërtet, përkatësisht na duhet mësi veç ato i kemi pa si fletushka të ndorë të zyrtares juj, duhet me fillu një procedurë me vërtetu prej nga rjedhin. E mandejmë varësisht për rezultatit, me këqyrë shkama tuti. Shikues të nderuar, hetimet duhet të nisin ashtu siç e parashë ligji. Tash familja e ndarë kanë edhe një problem tjetër. 2 fëmijët e tyre jetojnë të ndarë, njëri tek babai e tjetri tek ëma. Kjo për shkak se gjykata nuk po arrin të saktësoj se kujt i përkasin fëmijët. Në vitin 2012 ish gjykata e Qarkut kishte zgjedhur martesën në mes çiftit. Gjykata kishte vendosur që për 2 fëmijët të kujdesej nëna. Me këtë vendim nuk kishte pajtuar i ati, i cili kishte apeluar në gjykatën supreme. Mirë po edhe kjo e fundit kishte vlerësuar se fëmijët i përkisnin nënës. Por edhe përkundër këtij vendimi, tash e 2 vite lënda nuk është ekzekutuar, që i bie që nëna akoma nuk i ka nën përkujdesje 2 fëmijët e saj. Pra njëri qëndron tek i ati, ndërsa tjetri tek e ëma. A di që shënda fëmija? Fëmija e nda mu më ka rrej shumë që adit. Unë jo marrë me të 2 fëmijë këto. Me të 2, me djalin edhe me qiken. Po ku më thonë të shkoja peta vazhdo jetën për hatër të fëmijëve. Vajza më ka thonë, mami nuk vi, se krejt shtëpia është të bone me gjak. Nuk vi. Djali u konë ma i vogël, edhe vetëm ma kanë gjitë në dorë me një top. Kjo nuk është ardhë. E ku morë djalin, mas 4 orë, 5, si ka njësë më bua aksham, djalin e kanë morë, kanë qitë në lojna, e kanë largu për shpje, mu më ka qitë. Ka të zëmë qështë ka qitë? Më ka qitë për shpje. A të tha shka, a po, qështë? Po shka, zdu me të pa mo, djalin e mura i dul, edhe që? Pse të zdu me të pa mo? Zdoj mo të bashkë më konë, kur gjo. Nëna thot se ka kërkuar nga gjykata që lënda të ekzekutohet dhe fëmiu t'i kthehet asaj. Mirë po deri më tani, ky vendim nuk është ekzekutuar. Gjykata apelit mi ka besu mu, o bo revizion, edhe ai krejtjen bo, o shtorën pyetja atëherë, vetëm për me u ekzekutu djali. Atëherë e kom bo një kërkes në gjykatë, se adin që janë kom pjetër në Gjakove, kom bone, edhe mu kalëshu vendimi të gjyqtari Gjo Kradi, me datën 3/1/2013, ag vendim për ekzekutim. Edhe që ka ndodhi? Që ka ndodhi, kur gjoj nuk ndodhi. Lënda nuk është ekzekutu. Po, kjo ka qenë një kontest që është zgjidhur në gjykatën e Qarkut në Pejë, domethënë ka qenë shkundërzim
duke patur parasysh se bashkëshortet kanë pas fëmijë, edhe ju e dini që është detyrueshme që gjykata të vendosë edhe për çështjen e fëmijëve. Sipas propozimit, Qendra për Punë Sociale e Organit Kujdestarisë, i cili në këto konteste gati që është mbisondues pikpamja dhe mendimi i tyre. Në këtë rast, gjykata e Qarkun Pej, kur ka gjykuar këtë çështje, nuk i ka falë besimin mendimit Qendrës për Punë Sociale e ekipit të Organit Kujdestarisë, por vendimin e ka mbështet në një ekspertizë që ka caktuar gjykata e Qarkun Pej nga një ekspert psikolog për të cilin ne kemi kundërshtuar që të ekzaminohet ajo provë. Po përkundër saj është vendosur përfundimisht që fëmijët i besohen nënës. Duke patur parasysh se në ndërkohë kemi marrë vesh edhe kemi gjetë dëshmi se ajo gjykim është bazuar në disa prova të cilat nuk kanë qenë autentike, përmes me elaboru detajisht për cilat prova ka qenë fjala. Cilat prova, tregon ama konkretisht? Kjo konkretisht ka qenë gjykimi i mbështet në një dëshmi se në natyrë është marrëdhënie pune, ndërsa ndërkohë kemi vërtetuar se s'ka qenë marrëdhënie pune, se që ajo provë s'ka qenë autentike, edhe në disa fakte tjera të cilat për hir të ruajtjes privatitetit nuk janë ekzaminuar gjatë seancës, meqense është konsideruar se nuk është e domosdoshme që ato të cenojnë integritetin edhe personalitetin e kujdo në procedurë. Në ndërkohë, pasi që është bërë vendimi plotfuqishëm, ka filluar procedura për mbarimit dhe ne kemi ngrit padi për ndryshimin e gjykimit të gjykatës së Qarkut në Pej në pjesën që ka të bëjë me besimin e fëmijëve. Pse bash keni kundërshtu? Se për shkak se babai ka konsideruar se fëmijët duhet t'i takojnë atij, se ka kushtet shumë më të mira që s'është kontestuese ai fakt. Është vërtetuar në mënyrë jo kontestuese se ka kushtet më të mira edhe jetësore, edhe ekonomike, edhe banesore, edhe rrethana familjare. Kështu që edhe në këtë procedurën e re, në procedurën e cila është duke u zhvilluar në gjykatën tash themelore në Gjakovë për ndryshimin e gjykimit gjykatës për çështjen e besimit të fëmijëve, Qendra për Punë Sociale, Organi Kujdestarisë ka dhënë mendim se fëmijët duhet t'i besohen babës. Mirë po, kjo gjykatë ka konsideruar se ai mendim nuk është i plot, ka kërkuar edhe një plotësim, e cila çështja është në proces edhe është në vendosje sipërme. Shikues të nderuar, pas vendimit për kujdestarinë e fëmijëve, ishin bërë disa tentativa për t'u ekzekutuar ky vendim. Mirë po, gjykata nuk ishte arritur ta ekzekutonte vendimin e saj. Këto tentativa ishin bërë nga ish-gjyqtari Gjok Radi, i cili nuk ka dashur të flasë për këtë rast, me arsyetimin se tash nuk është pjesë e sistemit gjyqësor. Kjo lënë me pas ishte ndarë gjyqtarit Adem Ademi, i cili na tha se shkaktari mos ekzekutimit të kësaj lënde është mos dashja e fëmijut që të shkoj tek e ëma. Unë, duke shiquar shkresët e lëndës, duke përpunuar që të veproj veprimet përmbaruese tani, kam gjetur që janë marrë disa seanca në kuptim të përmbajtur. Mirë po, që është më e rëndësishme në këtë rast se edhe në seancën e datës 3/6/2013, kur gjykata ka dalë në vend për qëllimet e përmbarimit, ku ka qenë i pranishëm debitori, ku ka qenë i pranishëm emitori, me ekspertën e caktuar, që në rastet e përmbarimit miturve, gjithsesi duhet marrë pjesë, sepse ligji imponon këta, dispozitat e ligjit parashohet me dalë psikologu që të përcaktojë gjendjen shpirtërore. Atë ditë thuhet se ekzekutimi sipas procesit verbalit ka qenë i pamundur, sepse fëmia është shqetësuar, ka filluar të çaj, të bërtas, saqë është të larguar nga oborri i shtëpisë ose sjell më vonë. Vetë psikologja që ka qenë prezente si eksperte ka konstatuar se gjendja shpirtërore e tij në tensionuar dhe nuk ishte i mirë që të veprojë në ato kushte. Ekzekutimin do të ndërmarr gjithë veprimet e para me ligjin për përmbarim. Cilat veprime? Ato janë veprime që ka të bëjë ato që ka autorizuar ligji në gjykatë. Caktimi i seanca, do të vlerë ftesa e palëve, sepse është kryer në atë fazë. Unë sigurisht që e kam marrë tani dhe do të veproj që të vijnë debitori edhe kreditoria. Pastaj, edhe mendimin e Qendrës për Punë Sociale do të provohet që ekzekutimi të bëhet më i lehtë këtë rast.
Kur brenda sa kohë munduat kjo? Unë e thëmë se në afatet e limituar me ligj, për arsye se sipas ligjit për procedurën përmbarimore. Vërtet se çështjet trajtohen me radhë. Mirë po, në rastin konkret, kjo është një përmbarim në marrëdhënie familjare dhe do të ketë prioritet. Kjo është agenda ime e parë që do të përmbaroj në këtë çështje. Mund të na jepni ndonjë afat? Nuk, afatet e thirrë, padet në procedurë ftohen me thirrje. Para mjeteve të publikimit mund ta dinin kur konvokohet seanca dhe do të keni eventualisht sipas dëshirës ju ndonjë edhe çasje me përcjellje. Shikues të nderuar, ishte kjo e të raportonte. Ju mund të na gjeni në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia. Dhe deri të dielën e ardhshme, nga unë Kreshnik Gashi, mos e shkelni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jem njësia e trafikut, jem patrolla trafik Lima 4 quhet, njësia e Ferizajt, tash në fshatin e vjetër, do ta bëjmë një pikë kontrolle me laser për kontroll të shpejtësisë. Mirëmbrëma zotëri. Mi jep dokumenta pa të në shoferin livrezën automjetit. E kini etiketë për shpejtësi. Shpejtësia është e madhe në zonën 50-83. Ta që më të shqipton një etiketë, për shkak të kalimit shpejtësisë në zonën 50 ka vozit 83 km/h. Etiketa e shqiptuar 25 herë. Mirëmbrëma zotëri, më jep dokumentat pa të në shoferin livrezën automjetit. Hoxha arsyeja ndaljes është te kalimi i shpejtësisë në zonën 50-71 të vozit. Pa rrëp sigurisë. Buongiorno. Mirëmbrëma zotëri, më jep dokumentat pa të në shoferin livrezën automjetit. Patas arsyeja ndaljes është kontrolla me radar në zonën 50, një të vozit 75. Patas e ki një tiket për të kalim shpejtësisë, tiketa është 25 euro. Lima kontrol, trafik Lima 4.
Njoftoj se përfundon pikën e kontrollit në fshatin e vjetër, gjithçka ka qenë drejt. Sapo e pranuam një informant nga Kilobaza, e cila na informon se një ankus ka raportu në polici se një veturë e dyshimt është e parkuar në afërsi pranë shtëpisë ankusit dhe ne tani do të nisim në drejtim të ankesës dhe të shohim për çka bëhet fjalë. Këtë është për 6 gjysëve këto. Me pas dosh me lon kerrin, as në kerë se kom këto, do mujt me lon natë. Dhe jo me shtia tje pushë. Nga baza kemi marrë një informat se një ankus ka raportu për një veturë e cila është e parkuar është e dyshimt dhe është e parkuar në afërsi të shtëpisë tij, pra në pronën e tij në borr, e cila ka penguar hyrjen e mjeteve të ankusit të transportit. Ne kemi dalë me ngjarjes, kemi lokalizuar pra veturën, kemi kontaktuar ankusin. Ankusi thot se vetura ka dikon 3 orë që është e parkuar këtu dhe ka vrejtë se i ka dyrë të hapura. Ne kemi verifiku, kemi mujt me në bazë verifikimit, kemi gjetë pronarin, ne kemi kontaktu në telefon dhe presim që shpeti pronari të vije këtu me ngjarjes dhe të na tregon arsyet pse vetura është e parkuar me lonën këtu. Po puna që nuk ka bëj shkirë, edhe po është shtëpia t'i qenel. Edhe nuk guxova mu këtu e lash për nesër në mëngjes në ardhë. Se më do kështë s'ka njerëz dhe si për nga kërkojna, edhe arsyeja ke u tuta për shkak. Të rastit edhe e lash nesër në mëngjes me ta në Kjo është pronë private. Pronari e ka rrugën aty që i bartë mjetët e punës dhe për qatë shkak ai s'ka mujt mi bartë të vendi destinuar atje. Për qatë arsye në bazë ligjit që e ke lënë veturën pa për kujdesje, duhet me ta shqiptu një gjobë dhe tjetërherë pas kujdes, nëse vendos me lënë dikon s'paku me njoftu diken që është afër aty. Këshyra me njoftu kërkon se kom po. Edhe duhet me ditë në rastet të tilla se ka raste kur dyshohet se vetura mundit edhe nuk e çpërdorë se diçka ngjashme. Vjeket shumë. Qatë kontrollimit të dokumentacionit, vozitës është drejtë se vozit veturën me patent shofer të umnikut me afat të skaduar, një ashtu pas verifikimit vrejet se vozit veturën me afat të regjistrimit të skaduar. Për të gjitha këto do të gjobitet dhe pala me tutje do të lirohet. Sa i përket rastit veturës dyshimt, ne këtu përfundu me rastin, pronari vozici, përkatësisht vozici veturës se ka marrë veturën, është shqiptu një tiketë dhe ne tash po vazhdojmë me patrollim.